Pas aksidentit që i shkaktoi kufizim të aftësive për televizor, Adelina u interesua për kemp, po përgjigja ishte befasuese për të. U interesua djali? Djali nuk i takon. Por pas ca kohësh, vlerësimi ishte krejt i ndryshëm nga i pari. Ma nxorën kembin. Një mrekulli. Kush t'i bëri letrat, të ndihmoj dikush? Kjo i bashkisë. Deri Kjo tena, kjo. Nu habita. Hajr, thash, si do bësh kembin ti mua, thash. Po, me tha kemb. Që do dalë 170. Jo, do ta bëj kembin e mirë, tha. 430. Por sa zgjati kjo ëndër e bukur. 6 muaj u pre me gësher. Po pse? E din ata, nuk e di. Po si e përfitove ti dhe tani nuk të takon? Unë tash duhet më ushqu, çdo 6 muaj të fut në skanin. Po në skanin unë jam fut sa u bëra e vdekur e në fundit. Sisha e zonja më, se unë ka magnetën kem. Çoreze më, vdisha më, mbarova. Uaja, muaj duart, më gjithë u bëra. Jo, unë tash skanin me zbejthesh. Ai kanë brenda ata skanin. Justifikim me bes skanin. Prap, muj të kokës më bën. A kontaktove me këtë që thua ti që çfarë ndodhi me kempin? Me në shumë nerva, nuk merrem me këtë punë, më intereson. Punon në bashki? Në bashki. Jo, habitshme është fakti që ajo u ofrua të ndihmoj të erdhi në shtëpi dhe pastaj u tërhoq. Pastaj u tërhoq me një stil acaruse, me një nerv, sikur unë e kisha lënduar atë, sikur e kisha grabit. Po ti kishe kontakt me atë? Jo. Vinte në shtëpi, më solli një thes me miell e fundit, ndim, më solli bebelina që më solli thesin e miellit. Dhe kaq, thash unë po çati be aty thesin me korb, ku jam me zonja unë thesin. Po merre me korb se dua thesin. Po çati be thesit unë. Unë ngatroj me gjithë thes tash me karrocë.